Jo, më me thonë në përgjithësi shumë të madhe që rastet e trajtimit të veprave penale kundër nderit dhe trupit që janë në kapitullin e Kodit Penal të Republikës Kosovës, sidomos në ligjin 227 ku hyn edhe kjo vepër penale, që është shumë e rëndë, trajtohet me seriozitetin më të madh nga prokuroria, policia dhe gjykatat, por procedura dhe shqyrtimi gjyqësor dhe shkallshmëria e atakimit nga ana e palëve në procedurë e zgjatë, por jo e shenjtë që në vazhdimsi dhe sistematikisht për këto vepra penale caktohet masa më ashpër që është e paraburgimit, madje edhe pse portalet kanë njerë ja huqin edhe në farë mënyre e cenojnë edhe privatësinë e palëve, megjithatë diskutimi në publik është shumë i rëndësishëm për të vëdësuar qytetarët se këto vepra penale janë të ndëshkueshme shumë me burgim të gjatë dhe konsideroj që ndoshta për të lidhur me diskutimin edhe të dy panelistëve në studio, do ndoshta edhe një fushat, sepse kemi të bëjmë me një fëmijë që të bëhet një fushat nga ana e Ministrisë Drejtësisë apo dhe Ministrisë Punëve të Brendshme, që publiku të njoftohet me një farë mënyrë për këto vepra penale që të raportohen fillimisht dhe këto kontekste edhe i edukimit, arsimimit, por në qoftë se një fëmijë e shpërdoret apo manipulohet, siç është rasti që po e diskutojmë, një prind për të ta raportuar pas një vjetëve, në kupton që kemi një shkputje të një hallë të madhe ndërmjet raporteve apo kujdesit prindëror me fëmijën e vet, por edhe shkollës, sepse edhe shkolla, mësuesi apo psikologu në shkollë do të mund të hetonte diçka nëse një fëmijë po manipulohet apo po ke shpërdoret seksualisht nga një person, sepse mendoj që gjendja e tij apo saj psikologjike do të dallonte nga nxënësit e tjerë.